Përshëndetje miq, unë jam Ëndar Karakësh, sot do të flas nëse keni shesim dhimbjet e shpina dhe shfaqje të barku, çfarë duhet më bë? E ke ba kjo abdominale, s'ka dalë asnjë gjë. E ke ba ata korrizjet, e ka dalë disa problem, e merr mjekimin, e ke ba fizioterapin, ose e s'ke ba asnjë gjë, s'ke mundësi më ba, vazhdon shqetësimet, çfarë duhet më bëj? Merr mjekimin edhe hala vazhdon shqetësime, e kam marrë njërin krah këta, e të krahun tjetër ti vetë të shtëpia ose te puna me qesu momentin ç'a mundesh më bë, kjo du me tregu. Miq, e ka një meridien, e filon prej barkut, prej shpina, e kalon, vin prej sipër, shkon te dora, shkon deri te ky gishtë, domethënë, ashtu se kontakton me zorat. Për këtë edhe ti, nëse ke një dhimbje të bele edhe shfaqje të para të barkut pjesë të zorrave, mundesh me kap kyt krah, përvaret cilin krah e ke dhimbje. Daje trupin për gjysmë, më thënë, a ndëgjon dhimbjen e krahut jashtës, ose ndëgjon majtas, ose ndëgjon midis. Nëse ndëgjon krah djathtas, e kapë dorën djathtas, bela te ti deli tash dorën majtas, por ana jeme është krah djathtas, si thash, e kap kyt pik miq, kyt pik, me kyt mënyrë kapë dorën edhe e ngacmoj këtu. Ani është një dhimbje, dhimbje shqetësume këtu. Shife, kontrolloje pak i fje vetë. Atëherë kaloj ekran tjetër, kontrolloj edhe kut, cilin krah njihesh ma shumë shqetësim. Nëse njihesh ma shumë shqetësim te dyje, bane te dyje, e ngacmoj prap. E ngacmoj i fje. E ngacmoj. Njihesh një dhimbje si, nuk ka si dhimbje normal nervore, dhimbje mreshme, dhimbje shqetësuese, si dhimbje nervore, më thënë. Shtype. Edhe shtype krahun tjetër, të dy bashk për garanci, se na pëlqen me kap garancinë, më thënë, për këtë, si psikologji njerëz, më thënë, këtë, edhe këtë, të dy krah miq, këtë pjesë, të dy krah, edhe kjo bane per ditë 5 minuta, mos u bane edhe shumë fiksim per ditë, deri në darkë për shkak, bane 5 minuta e lën terezin e vet. Bane 5 minuta e lën terezin e vet. Besoj se paktën mos me shëru krejt me pas një shërim momentale, më thënë, edhe ti qetëson atë dhimbjen, shtrëngimin, nëse njihesh këta të anësore të barku, më thënë, edhe ndihmon këtë pjesë. Kjo mundesh më ba te shtëpia, ose te puna, ose dikon jashtë. Ka ana tjetër, normal që duhet me marrë mjekime, duhet me shku te doktori, duhet me bëj fizioterapi, çka duhet me bëj, duhet me vaj ko abdominale me pa çka ke, bela ke problem me zora, bela me stomak, bela gjana tjera, çka më thënë. Kjo është miq, premet, ditën e mirë edhe ropash.